ishte tjetër avokat, se thej që kishte disa gjëra. Unaza e madhe, për cilën është ngritur akuza. Janë fakte ekskluzive këto që më i thua? Po do t'i ngjosh tani apo jo? Po pra ta dim, janë ekskluzive. dosja. Ka dalë, duket një pjesë e dosjes ka dalë. Atëherë, bëhet fjalë për lotin e 4, sepse si thot Berisha, lubi loti, kështu i bën. Dhe unazën e madhe e çoi në 6 lote. 27-28 kilometër që është unaza, e ka çuar në 6 lote. Coptohet me qëllim që të japin të gjithë nga pak. Kjo unaza e madhe, që bëhet fjalë aty në Shkozë të Dajt, ka marrë pjesë 6 kompani, po duhet t'i them dhe me emra, se i kam mbajtur tashmë, po kompania që ka fituar ka qenë një konsorcium me 3 kompani, Euroteorema, ka qenë Pevlaku dhe Nova Construction. Po. Nova Construction është një nga kompanitë e pronar Ilir Shtufi, i cili shpesh është anët e muar si i afërt në familje Berisha, në tetazhe atë këtij tipi, por unë di që kjo kompani Nova Construction ka bërë ndërtime pafund në Tiranë shumë cilësore. Kështu që ti thuash domethënë që ka punuar me njëra, po me tjetrin s'di të tashur. Pevlaku po ashtu dhe Euroteorem. Çfarë ka ndodhur me këtë tender? Ky tender është të klasifikuar me flamur të kuq, sepse të 6 kompanitë e tjera, shqiptare të gjitha që kanë marrë pjesë, janë skualifikuar edhe pse kanë pasur çmimin më të ulët. Oferta ka qenë në fondi limit ka qenë 20 milionë euro, këta e kanë marrë me 19.9 milionë euro. Pra janë ulur një 2%, 3%. Dhe kjo ka qenë historia. Dhe të gjithë pothuajse janë skualifikuar. Po kanë qenë më poshtë. Po kanë qenë gjithë më poshtë, dhe të gjithë janë skualifikuar për punët e ngjashme. Ty të ka kaluar afati, ti këtë se ke këtë. Dhe duket që ata, domethënë, për ata që dinë domethënë se çfarë janë tenderime, dhe unë jam marrë shumë kohë me atë pjesë, ja kur ti vet tek njësia e prokurimit, kur vë disa kritere të cilat janë skualifikues për të tjerët. Pra, vere që dua që kravata të jetë gri, ndërkohë që asnjëri s'ka kravatë, si më thon. Okej? Kjo është historia. Në pak fjalë. Tani çka ka ndodhur për te kësaj? Ka ndodhur që kur e ka marrë kjo kompani, një pjesë shumë të mirë të punimeve në këtë lot janë bërë nga kompania DAM Konstruksion, pra me nën kontraktim. Kompania DAM është kompania që ka pasur Erviz Berberi si pronar. Në momenti kur ai u bë shefi i ARSH-s, këtë kompani ja shiti në thonjza Brunilda Bulit, të cilën e etiketon në për këto përgjimet si Tezja. Kjo është Brunilda Buli që etiketon si Tezja. Por gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, kjo ka qenë thjesht një lloj prestanome, sepse dukesh e qartë domethënë në përgjime që Erviz Berberi jepte urdhër, bëj këtë pagesën, bëj këtë, i thoshte motrës që i punonte në një bank të nivelit të dytë, shikoj e ke mirë këtë gjë, e motra i thonte, shikoj ti çojte mamin në darkë këto leta ti firmosësh vet, apo do t'i bë, pra të gjitha transaksione. Sa ka qenë vlera e këtij loti? Të thash 20 milionë euro. 20 milion. Vetëm një lot, po të flas për 3-4 kilometra rrugë, nuk po të flas, se më që ke detajet. Pra, kjo ka qenë pak a shumë historia dhe këtu Spaku, kjo është një pjesë e dosjes që ka lidhje vetëm me Erviz Berberin. Ajo që ka lidhje me Belinda Ballukun është në momentin kur Erviz Berberi i kërkon përpara zhvillimit të tenderit vendosjen e kritereve në lidhje me këtë tender, para tenderimit, sepse tenderimi është bërë diku në korrik kusht të 2021 dhe kontrakta është lidhur në 20-21 nëntor të 2021. Pra, 4-5 muaj më vonë, shpejt. Ku i kërkonte domethënë që shiko se neve duam ta bëjmë kështu se duhet ta fitojë Almeri tender, po do t'ia vendosim që Almeri të mos veshin këmish të bardhë me pa kravatë dhe gjëra. Pra këtu implikohet Balluku. Edhe këtu për shpërdorim të tyre avokat, siç ishte për ato shkeljet barazisë në tender. Shkeljet barazisë në tender, ndikimi i palishëm mund të jetë këtu edhe shpërdorim të tyre. Në 3 raste mund të jetë edhe shpërdorimi i tyre. Po sigurisht shpërdorimi i tyre në të gjitha rastet, por shpërdorimi i tyre ta kanë shpjeguar një herë tjetër, nëse se ti nuk e arsyeton me prova. Se ka sjell përfitim, pastaj shpërdrimit e tyre është futja kafe. Evazive. Pra jo, unë duhet të kuptoj, mjafton kjo masë që ka marrë që apo mund të ishte edhe burgu fjalë. Deri në këtë moment, për dëgjoje pra. Deri në këtë moment. Nuk janë vepra që nuk janë vepra, sepse kodi procedurës tonë penale, pavarësisht se këta nuk e zbatojnë kurrë, por tani po shikoj që po e zbatojnë. Si duket kanë vënë mend, ku di gjë tani çfarë them? Për vepra penale të cilat nuk e kanë margjin e dënimit mbi 3 vjet. Pra që janë më të lehta si vepra penale, 3 deri në 5 apo më të lehtë, nuk është e logjikshme që t'i jepen le të themi masa shtrëngimi i arrest me burg. Por
E para një nuk dyshoj domethënë që a do ketë një kërkesë ndaj Belinda Ballukut për një arrest me burg, dhe për ta bërë këtë do duhet të shkojnë në parlament. E para. E dyta, ajo që mund ta bëhej faktike këtë lloj mase do të ishte në rast se do provohet që ajo transaksioni që ka kaluar nëpërmjet një kosovari me pasaportë shqiptare, shqiptarit Kosovë me pasaportë shqiptare në një bankë niveli 2 në Austri, ideja e tij edhe ka dalë, por nuk po ja themi se mos po e bëjmë protagonist. Që lidhet me zonjën Balluku, atëherë kjo do të ishte pastrimi pastër i veprës penale. Dhe kjo do ta thotë pastaj. Kush i dërgonte në Austri? Këto para i dërgonte në Austri. Ky shqiptar kosovari në favor të sipas hetimeve që bën Spaku, nuk e di a ka dalë deri akoma, në favor të Belinda Ballukut. Nëse kjo vërtetohet, po thua, atëherë shkojmë tek arrest me burg, domosdoshmë shkohet tek imuniteti. Mos harrojmë këtë fjalë dhe mbylla, mos harrojmë një gjë. Në të gjitha këto raste, mjafton që të futesh në këtë lloj suaze. Pastaj hetimi nuk mbaron as edhe një herë, sepse unë dyshoj fort që prokurorët e Spakut pas kësaj nuk do fillojnë t'i bëjnë hetim pasuror Belinda Ballukut. Shkojmë te hetimi pasuror. Po je i detyruar. Shkon automatikisht gjëja. Shkon automatikisht. Vetëm në rast se ata nuk do arrijnë dot që ta provojnë dhe do duhet ta hapin me fraksion dosi, me qëllim që të mos humbin ato afatet ligjore të hetimit. Pra do të shkojë dhe ke pastrimi veprës penale, pastaj jemi te pastrimi veprës penale pastaj po them të shkojë hetimi pa Rama apo jo, pastaj është pyetja se po doj se dorëzon imunitetin. Pas 48 imunitetin thuat. Po nëse vjen puna. Ata mund të mos e dorëzojnë siç na bëri me Saimir Tahirin, nuk është një problem i madh. Ky është presioni që po bën Balluku, po thua Almer, se çfarë presioni po bën Balluku? Shiko, unë mendoj që Ramos intereson që sa më të kjo është moment shumë i fortë, momenti i imunitetit. Unë mendoj që politikisht Ramos intereson të zgjasë sa më shumë kjo telenovela Balluku. E para, për disa arsye. Të gjithë vëmendja nuk është më mbi Ramon për si njeri i korruptuar, por është mbi Belinda Ballukun. Fakti që do dalim në studio do japim detaje siç dan Nardi, apo fakti që Spaku do na furnizojnë me informacion të vazhdueshëm, dhe ne do merrem gjithkohë në Belinda Ballukun, Edi Rama fiton kohë dhe vazhdon i qet pjesën tjetër të programit politik që ti ka, apo të marrëdhënies diplomatike që ka me ndërkombëtarët. Pra bën një jetë politike të qetë. Normale mos s'ka hetime për Ramos. Pra po flas nuk mund thua ti që Ramos i intereson kjo telenovela me Ballukun. Shumë, po jo. Intereson. Sepse Edi Rama nëse nuk do interesonte, thoshte ditë para shqiptarëve thoshte. Unë si njeri i përgjegjshëm politikisht dhe si njeri i cili kam marr votën dhe besimin e shqiptarëve, e shkarkoj Belinda Ballukun dhe i them drejtësisht që ta hetoj këtë njeri. Por nuk e mbante aty 4 orë dhe zish në zyrë. Një sekondë. E dini që po zje në zyrë ata 4 orë uzun sot. Po si i thotë hetoj, ai po heton, kush e ka penguar të heton? Pse nuk e lëshon, pse nuk e shkarkon ai zonjë? Por edhe një herë, se s'man përgjegjësi politike. Ajo është një zgjedhje e tij. Ku është kredo dhe morali politik? Ajo është zgjedhje e tij politike. Po pse bën modernist tani këtë? Pyetja është kjo. Ore zotri, a më pyeti mua Redi pse Rama, unë ta thash pse Rama është interesuar. Ramos intereson të zgjasë sa më shumë telenovela që shqiptarët i bien Belindës dhe jo Ramos. Do t'jap edhe pastaj vazhdo. A doli akuza para 20 ditësh? Po. Dhe po ecim me logjikën tënde që Rama nuk e lëshoi. Kjo gjë e pengon që Spaku në shkonte për një masë sot që është më detyruese? Nuk e pengon. Po ka prapë këtë mes. Edhe njerëz po më kupton. Ti thua që Rama duke mbrojtur, s'u them që Rama po kontrollon Spakun. Jo. Rama nuk po mërmban përgjegjësi politike. Një sekondë, përgjegjësia politike është tjetër gjë. Ne po themi çfarë? Ne po themi kjo ishte që bëri Redi. Jo, se duhet të ndajte kjo pikë që nuk mbajtja apo jo e Ramës, domthonë qëndrimi që Rama mban ndaj Ballukut politikisht dhe moralisht si duash, nuk është pengesë për Spakun për hetime, kaq. Ti e the që po i thot Spakun mos heto. Me këtë nuk e kam. Po sa e them me këtë qëndrim po mban që mos shkarkuar Belindën. Unë nuk më mend të them diçka. Unë nuk më mend të them. Sa po e the për këtë ndryra. Okej, por këtë po them që Spaku nuk varet më nga qëndrimi politik që ka Rama ndaj. Ky është. Unë kam këtë ide. Rama në këtë moment në qoftë se do të ikë dhe Belinda Balluku,
E gjithë vëmendja, pra gjithë sulmet politike do drejtohen veç ti, sepse nuk ka mendje. Sulmet politike e ka që nga dita e parë, o burri mos e fut kot tani. Që nga dita e parë që në 2013 ka sulme politike. Në qendër të vëmendjes është Belinda Balluku dhe nuk është Edi Rama. Dhe është Edi Rama ministrja. Rama nuk është në hetim, o burri. Njeriu më i rëndësishëm PS fitoi fier dhe betejë politike. Po ku ka luftë politike Rama, më? Po më falni minutë. Me kë ka luftë politike? Të paktën ajo opozita e çal, ajo opozita e Kurrizit. Ajo opozita gjysmake, më falni minutë. Po çfarë se po do të kenë politike nesër, Rama ka luftë politike. E lëmë opozitën në stol. Nëse ikën Belinda Balluku, ne si media do merremi me Edi Ramën? Si do merresh me Edi? O zotëri, politikisht, do të kërkosh Edi Ramës largim politik. Nëse ta lëmë Edi Ramën kështu si thotë, do ta kritikojmë asnjë. Një sekondë zotëri. Belinda Balluku kërkohet sepse është në hetim. Si do i kërkosh Ramës ti largohu kur ai s'është në hetim? Ç'është kjo logjikë valla? Më ke gabim. Po them jo ti jo opozita, se ti s'ke punë. Lërëm opozitën. Ti mund të thosh të jo opozita. Jo, opozita e ka drejtën t'ia kërkojë. Po mirë, po dakord, edhe ja kërkoj edhe Rama do t'i thotë hajde, jam patjetër. Çfarë ndodh me fatin politik të Edi Ramës në këtë moment? Asnjë. Unë mendoj që Edi Rama, nëse ikën Belinda Balluku, Edi Rama nuk është më komod. Sepse Belinda Balluku është njeriu i cili ka drejton një pjesë të mirë të administratës, zotri. Si e drejton? Po e kanë kontroll më një pjesë të mirë drejtorëve. Drejton, po e kam thënë pra drejton dhe ka dhe një listë për të paktën qarku i Fierit ka 12 deputet janë të gjithë është përgjegjësi ekskluzive e përzgjedhjes nga Belinda Balluku aty. Dhe ata nuk e shesin Belindën. Po më fal më një minutë, po flas se ekuilibrat brenda, po bëjmë analizë politike. Tani ke rastin e tenderave, ke rastin e operatorëve ekonomik. Të gjithë këta, nëse kjo lidhje e ngushtë që ka në qendër Belinda Balluku, nëse kjo prishet, Edi Ramës i krijohet shqetësime, sepse sot ne po shohim që ndaj Edi Ramës po orkestrohet një furi debate që po një furi sulmesh apo kritikash politike nga ish eksponentët e Partisë Socialiste, që dikush ka një prapavi. Po jo, kjo është pyetja, çfarë është fati politik i Edi Ramës? Hajde të japim detaje. Politik i Ramës. Po s'është pra edhe një herë. Tani tjetër për mua, unë e di çfarë bën Edi Rama. Dhe unë jap një parashikim. Për mua Edi Rama që të shpëtoj kokën e vet, dhe të jetë imoral se ore Denisi e merr të mirë që Rama spreket nga asgjë dhe si ndodh asgjë. Ore është tjetër gjë ajo, unë thash kjo. Unë thash Rama nuk mund i kërkosh Ramës largohu. Po si mund të kërkosh, po ja arrestohet zëvendës kryeministria. Edhe një herë pra. Kur them nuk mund t'ja kërkosh, do mund t'i kërkoje, s'ka problem. Po them, ai çfarë thonë Denis tani? Edhe një herë pra, ne po ecim me opozitën pra. Edhe Almeri tha, opozita pas këtij zhvillimi ka të drejtë i kërkojë Ramosik. Dhe unë këtë thash. Një vend normal, Rama do të mbaj përgjegjësi politike. Një sekondë, opozita e ka kërkuar Ramosik që në 2013. Dakord. Okej. Rama nuk ikën sepse ç'a ndryshon ky rasti Belinda Balluku me gjitha rastet që kanë ndodhur në qeverinë socialiste. Si ku ndryshon? Ku ndryshon? Jo, është tjetër gjë komplet Balluku. Po edhe një herë po them pra. Askush nuk ka qenë profilin e Ballukut. Edhe një herë ka qenë ky Ahmetaj. Ahmetaj, jo, s'ka qenë kurrë. S'ka qenë zëvendës kryeministër. Ka qenë zëvendës kryeministër. Ku jo prit. Kur Aben Ahmeta ju vu me shpata pas muri nga Spaku, kishte 8 muaj që ishte shkarkuar dhe me libër shtëpie nga Edi Rama. Po dakord, më po themi si pozicion, kjo është në detyrë më. Një sekond tani. Edi Rama para disa ditësh, po në atë intervistë, prandaj të kam thënë 100 herë Redo. Nëse do të kuptosh politikën, do lexo Ramën dhe Berishën. Dakord. Rama tha një gjë prapë me vlerë. Në Partinë Socialiste tha, nuk ka dalë akoma një bir politik që të vrasë babajt. Pra jam unë. Nuk ka, se ju po e bëni zonën Balluku tani, sikur ajo ka 50% të partisë. Dakor? Jo, ai bë dhimbje kokë Ramës, ky është diskutimi. I ka dhënë dhe ajo zëvendës ministra me ark peshku, mo që edhe ajo është për një kryeministër, çdo zyrtar. Po ja pa këtu më them pra, dhimbje kokë. Almeri thotë ka 13 deputet. Po lëre. Këtë çfarë? Okej, nëse ti mendon që Rama do kesh 71 numra,
Atëherë del për opozitë pastaj të bëj mocion mosbesimi me Berishën. Mos e vend diskutim këtë se. Apo ja po. Këtë thot pa. Kjo ishte. Denisi e merr të mirëqen faktin që neve duhet jetojmë në këtë vorbull politike, në këtë anormalitet. Në këtë anormalitet politik ku opozita është shkatruar, ku Rama është i gjithë pushtetshëm dhe kjo gjendje është mbës normale, s'ka ndonjë problem. Ikë dhe Belinda vazhdon prap Rama. Patjetër, cili është mendimi jo? Po flas për normalitet politik. Anormalitet politik kjo gjendje është krizë. Se sapo the që opozita është ajo që është. Cila është zgjidhja? Rama me qeverinë e tij kjo. Kush është? Mund zgjidhja, po. Unë opozitën shumëzoj me 0 për gjën argumentin politik. Po tani njëra tjetër se dalë pra 1 minutë, unë do merrem me qeverinë o zotëri. Nëse unë në këtë moment të gjitha trysnin presionin politik, do ta si forcë opozitare apo si media apo dhe si zë modest që jemi, do thosha ti zotëri ke përgjegjësi politike për gjitha skandalet që po ndodhin dhe kjo gjë që po i ka ndodhur Belinda Ballukut të bën ty përgjegjës që ti do ta çosh vendin në zgjedhjet parakoshme. Ai do marri instrument, ata instrumente nuk ka Belinda Balluku për ta. Okej, këto po të rrezullojnë politik. Vetëm një sekondë, vetëm një fjali do të them. Belinda Balluku mundet ta rrezojë Edi Ramën në momentin që Belinda Balluku se ka 20 deputet. Ka 20 deputet zonja. Ka 20 deputet. Po mirë, kjo por ka dëshirë për ta bërë apo jo? Fakti që asnjë s'ka folur deri tani, unë nuk e vet dot dorën zjarr të them që do flasë dhe Belinda apo jo. Pra nuk jam dot i sigurt për këtë gjë. Por që Belinda ato e kërcënon më shumë se çdo kusht tjetër, të gjitha them me bindje. Dua të jap prap një shembull se ka filluar të më pëlqej shumë Bashkimi Evropian këto kohë të fundit. Gonzato është jashtëzakonshëm, ta jam thënë. Denis ndaloi komisionin Xhafa, nuk është pak. Jo, e ke thënë si askush tjetër. Ai është një ambasador nga më të mirët, pavarësisht se Berisha e sulmon. Për budalliqet e tij e ka sulmuar pafund. Po çfarë ka sulmuar? Për ato dakord më, po nuk e sulmoi fare Bila e hoqën nga parlamenti ose s'duat dal nga një gjë tjetër gjë. Ka sulmuar pra, sepse për çështjen e narkoshtetit e kam dëgjuar vet. Denis të rrim te pjesa që Bashkimi Evropian, domethënë ajo që ti the. Marta Kos para disa ditësh deklaroi këtë gjë. Prandaj them unë që Rama nuk rrezikon politikisht nga kjo çështje. Mund të rrezikojë nëse ai hetohet vetë, është tjetër çështje. Tha, kur u pyet tekstualisht për zëvendës kryeministër në hetim, është pozitive tha që këto raste zbulohen dhe vlera është e spakut. Nuk tha që duhet bie qeveria, se ka vazhdimsi jeta politike, por nuk është se ne i marrim shqiptarët jemi shumë pasionantë dhe ne marrim nga njëri. Ti lexon vullnetin e ndërkombëtarëve. Jo, duhet të them këtë që zonja Balluku në këtë është në një moment shumë delikat, sepse si është e njëjta gjë me Erion Veliajn. Pse është në moment delikat? Sepse nuk po rrezikohet vetëm karriera politike, por po rrezikohet dhe karriera, po rrezikohet dhe dënimi penal, sepse kemi akuza penale. Po. Kjo e bën situatën për Ballukun shumë të vështirë. Ndërkohë për Ramën nuk kemi këtë situatë. Prandaj kjo që thot Almeri nuk ka sens. A të jap një shpjegim këtu të lutem? Po. Jo, dua vetëm edhe mendimi. O Denis, ke disa të vërteta për gjysmë, do të shpjegoja. Është shumë e vërtetë domethënë që Edi Rama tani ka një hall tjetër. Atë hallin që ka me europianët, në sensin që të tregoj veten e vet që është jam një kryeminist pro-europianist që do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ka kusht më, nuk është halli. I është vënë kusht më. Dakor. Okej. Dhe sot, sepse ne nga që na merr kjo rutina Belinda Balluku, Ilir Meta, Erion Veliajn, se thash nuk shikojmë për tek saja. Sot ka qenë Marta Kos në zyrën e Edi Ramës para se të shkonte Belinda Balluku. Okej. Po. Sepse nesër është samiti i Bashkimit Evropian në Shqipëri, një samit shumë i rëndësishëm. Pra, imagjino pak ti Edi Ramën që nga njëra anë do të bëj babaxhanin evropian, njeriu europianist, dhe nga ana tjetër i plas bomba në dorë me numrin 2 të qeverisë. Por edhe një herë po të them, po të flas me gjuhën e Edi Ramës, ku është bomba këtu? Ai ka thënë ne kemi punën tonë, Spaku ka punën e vet. Tani çfarë ka këtu? Dëgjoj. Nuk ai. Jam dakord. E vetmja gjë që ti po më thua, domethënë që Edi Rama di se si ti Jo, duhet të flas për atë që është vazhdimësia e qeverisjes. Kjo është e rëndësishme për Edi Ramën sot. Ta kuptova. A mund ta jap edhe këtë? Dhe janë dy momente delikate, është pezullimi i zëvendës kryeministres
dhe pezullimi i ministres së energjisë dhe transportave, apo jo? Ky është një është ajo, 1 në 2 i ka. Po janë 2 dikastere, pra duhet zëvendësuar të dyja. Po mirë. Jo, po ky është, çiko edhe një herë, por kur flasim institucionalisht, duhet dalësh te ky moment. Po Denis, ti mendon që është problematik me zëvendësum të ballikun aty ballukun ose separacion? Okej, tani çfarë ti je me atë që thot Almeri tani Rama duhet bjerë? Jo, nuk ka duhet bjerë më. Pse mos bjerë më Denis? Pse mo ka një sër aferash korruptive mo? Pse Rama duhet ta mbajmë ne mbi shtëpinë mo? Po se instrumente balluku për ta bërë. Po se mban ti asur. Belinda Balluku as për dëshirë. Belinda Balluku është e friksuar ka fuqi politike Balluku. Fuqi politike ka, vullnet politik nuk ka. Fuqi politike ka, pra se ka numrat aty. Problemi është që unë mendoj që me këto numra ajo nuk është budallaqe të rrim duar kryq. Do negocioj fatin e vet zotëri me këto 20 deputet. Dhe di thotë Ramës, o ti o unë, o ikim të dy. Prandaj unë parashikoj zgjedhje parakoshme zotëri, se nuk ka rrugë tjetër nëse nuk ka një veprim më konkret nga Edi Rama për treguar që e lëshoi atë. Nuk ka më. Unë mendoj që dhe amerikanët ja kanë bërë ditur Edi Ramës. Rama e lëshoi. Balluku i bën presion dhe zgjedhjet e parakoshme po thuat i janë skenar. Shiko ç'a ndodh. Në qoftë se Belinda Balluku, rezistenca aktuale e Ramës për mos ta shkarkuar tregon që Belinda Balluku me këto 20 deputet po i bën presion. Nuk ka shpjegim tjetër. Le të thotë Denisi çfarë të doj. Le të interpretoj si të doj. Nuk ka logjik zotëri, nuk ka. E ka. Almer, nuk janë 20 deputetë, tu gabohet. Ka 20 mo. Ta them unë mo ka në Durrës. Almer, ka. Më dëgjoj një sekond. Jo 20 më, 50 të ketë. Po? Të gjithë shkojnë flenë me Belindën dhe zgjojnë me Ramën në mëngjes. E ke shumë gabim. Mi vazhdo atëherë. Unë mendoj që Belinda... Ajo që po të them unë është, në qoftë se ka një lloj shantazhi. Nuk është Belinda Lalieri. Aha, po dëgjoj një sekond tani. Në qoftë se ka një lloj shantazhimi që teorikisht po ta marrë të mirë që kanë. Vjen për shkak se Belinda Balluku ka firmosur për Edi Ramën për të gjithë shka që ai ka kërkuar të bëjnë gjatë kësaj periudhe kohore. Dhe ndoshta ky mund të jetë shantazhi më i politik midis palëve. Po se ti nesër Ervin atë Hoxhën apo Ervin Hoxhën çai kishte që ministri se si mbaj mend ta semrin, imagjinoj, ministri i Brendshëm apo Ceno Klosi apo ku di un apo Zeqineja nga të Belinda Ballukut bëhen nesër me Edi Ramën, ti ke pasur asganesha në Këshillin Bashkiak të Tiranës për pushtet? Jo vetëm një gjë është një gjë interesante. Ti merr, çka merr? Ju i merrni qer, i merrni të mirë qer. Ma besoj që këtë situatë është më e rëndë në Shqipëri dhe brenda PS-së. Prit një sekondë tani. Nuk është kaq e thjeshta mendon. Një sekondë, po ecim me teorinë e Senardi merr se teoria ka tunditur mazhorancën. Po këtë po flet. Teoria Almerit është kjo. Almeri thotë nga 83 mandate, Rama sot ka 63, 20 i ka Zoja Balluku. Se numrat janë pushtet, prandaj po nuk e pyet njëri se s'ka numra. 63. Tani nuk ka më mocion mosbesimi. S'ka më, është hequr. Që të bie Rama në parlament, duhet të bësh kryeministin tjetër një herë. Po, duhet që ta 20 deputetë e Zonjës Balluku të bashkohen me 55 deputetë e Zot Berisha dhe të nxjerrin një kryeministër. Prandaj them unë, nëse ke ndonjë informacion që janë këto numra, atëherë është lojë tjetër pastaj. Unë kam bindje dhe kam informacion që Balluku ka 20 emra. Çka gafe kanë bërë në kushtetuese, në 2008-ën. Pra kanë arritur që me këtë gjë të ndryshojnë mazhorancën në parlament, jo me votë, se kjo është në parlament, s'është me votë. Nëse ka një skenar Almer, prandaj po të pyes, nëse ka një skenar të opozitës për të bashkuar votat me 20 deputetë. Pse nuk i bashku? Ore, pyetja është, ai ka 20 deputet. Po i ka 20 deputet. Unë nuk besoj që i ka. Nëse prandaj thashun, po të kishte 20 deputet do ta hante gjallë Ramën, po interesi 20 deputetë, jo, nuk vazhdon. O avokat. Po lemo se sa ajo di ka dal apo s'ka dal nga zyra, apo di që paktën para një apo 2 orësh aty ishte akoma. O zotëri, se vazhdojmë akoma i kthemi të njëjtën çfarë. Po nuk është e vogël Belinda Balluku. Po të thasë është e vogël, më të thash ka 5 vjet. Ju e quani Ramën të pathyeshëm. Rama nuk është i pathyeshëm zotëri. Rama thyet vetëm nga brenda llojit, jo nga opozita. Jo, Rama është i pathyeshëm deri në momentin kur ke bacën në krahun ti, do kështu që mos bëjmë atë histori tani mos ta lot kot. Unë po ta them, ajo që është totalisht i pathyeshëm deri në momentin kur ka Sali Berisha. Shiko, unë të themi gjë, Rama do ta marrë goditjen
dy mundësi, dy opsione ka që marri Rama Goditi, nga ndërkombëtarët, një, edhe nga brenda dy. Dhe kjo nga brenda po luan, po vlon shumë fort. Ku e shikon? Po vlon, ku po shikon nga brenda? Fakti që ky njeri sot nuk ka guximin dhe kurajon të dalet ballafaqohet me shqiptarët për Belin dhe Ballukun, kur e ka aty me mas sigurie zotëri, e ka ndaluar. E ka me aferë korruptive. Nuk i intereson fare ta bëj një gjë tillë, mo ti ja fut kot apo. Ti thua se s'bëhesh ti politikan moral. Po flasim për një politik të drejtë apo po flasim për lum politik? Çfarë do të flasim pra? Se çfarë politik drejtë pasu ti? Unë mendoj, unë mendoj mbi principet e politikës. Po mirë, atë shkon Danimark, pse je tuti? Jo, pra jo, nuk jam në Danimark. Unë mendoj se si duhet funksionojë kjo situatë.